Kapitulli 14, vargjet 26 deri në 33. Nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren baban e vet, dhe nënën e vet, gruan dhe fëmijët, vëllezrit dhe motrat, madje edhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im. Dhe kush nuk e mbart kryqin e vet dhe nuk më ndjek, nuk mund të jetë dishepulli im. Kush nga ju pra, kur do të ndërtoj një kull, nuk ulet më parë të llogarit shpenzimet për të parë se ka mjaftueshëm për ta mbaruar. Që atëherë kur ti ketë hedhur themelet, të mos mund ta përfundoj të gjithë ata që e shohin të mos fillojnë të tallë. Duke thënë, ky njeri filloi të ndërtoj e nuk mundi ta përfundoj. Ose cili mbrekull niste të luftoj kundër një mbreti tjetër, nuk ulet më parë të gjykojë nëse mund ta përballoj me 10.000 atë që po i vjen kundër me 20.000. Në mos, ndërsa ai është ende larg, i dërgon një delegacion për të biseduar për paqe. Kështu pra, secili nga ju që nuk heq dorë nga të gjitha ato që ka, nuk mund të jetë dishepulli im. Disa nga shqetësimet tona që neve marrim gjithmonë, i kemi, janë pjesë të familjes, janë pjesë, le të themi, jetës tonë, janë prindrit, gruaja, fëmijët, motra, vllai, jeta jonë. Shpesh herë neve shqetësohemi për gjithë secilin. Edhe në fakt nuk i se janë gjërat këqija, ato gjëra që neve bëjmë, shqetësimet që neve mbartim, për kujdesjen që neve kërkojmë të kemi për njëri tjetrin. Por ajo çfarë edhe Jezusi po përpiqet që të thrasë vëmendjen tonë është, ne duhet të vëmë diçka që është mbi çdo gjë. Ne duhet të vëmë Perëndin të pari. Edhe po lexonim Gjonin çfarë pak më parë, dhe Jezusi po përpiqet i thoshte këtyre gjëra shpirtërore, gjëra të qiellit, ata mendonin gjëra të fthortë. Edhe pse ata pretendonin që ishin bijtë e Abrahamit, por në fakt ata e mendonin si diçka të fthortë. Edhe të mendosh këto gjëra çdo ditë të jetës tënde, të robëron nga privilegji për të patur në mendje dhe në zemër gjërat e Zotit. Edhe Jezusi gjithmonë kur përpiqet i thoshte atyre këtyre ti rriste vëmendjen, ata në vend që ta donin, ata e urrenin më shumë. Edhe kujt i pëlqen që thuhet e vërteta, ashtu shablon, pas një lloj zbukurimi nga mbrapa. Të gjithëve neve na pëlqen, duam apo mos duam neve, ne duam që të ndihemi mirë. Për shembull, për çfarë ham ushqim ne? Sepse jemi të uritur? Apo duam të ndihemi mirë? Sepse nëse neve do të hanim ushqim thjesht për të mbushur barkun se kemi uri, ne nuk do të shqetësoheshim fare se çfarë do gatuonim, apo jo. Ne ulim tavolinë, vendosim pjatat, edhe gruaja që ka gatuar, si ka dalë? Mirë. Masi pyet me dashuri dhe me respekt, pastaj, ato shytet e poshtë. Edhe në restorant, po të shkosh, zakonisht ata që janë të kujdesshëm, në fund të pyesin, ose gjatë procesit të ngrënies pyesin, si ka dalë peshku, si ka dalë kjo, si ka dalë ajo. Ëmbëlsira të pëlqeu. Pra, gjithë këtë përkujdesje neve i bëjmë që të ndihemi mirë. Neve zgjedhim veshjet tona që të ndihemi mirë. Asnjëri prej nesh po të vishte rroba që nuk i pëlqente, a do ndihesh rahat? Do ndihesh mirë, jo. Edhe se i dukesh. Meshkujt në përgjithësi janë të fiksuar mbas makinave të tyre. Në përgjithësi, se ka dhe përjashtime që s'janë ndjen fare. Por në përgjithësi janë, unë për vete janë shumë i fiksuar sa zhurma më e vogël që do t'japi makina, çka ka makina ime ta bëj kështu? Jo, s'duhet ta bëj. Ose edhe gazin, po nuk e mori në momentin ashtu që se desha unë, pasaran kjo. Ja, nafta është e keqe, kjo nuk bën, kjo jo. Edhe kështu është gjithë rruga. Udhëtimi jo. Pra kemi këto shqetësime tona, dhe le të themi që na robërojnë nga të qenit frymon. Pali na thot, në qoftë se rrojmë në frym edhe duhet të ecim. Pra, le mos jemi mburraves duke provokuar dhe duke pasur fëmijë për njëri tjetrin. Pali hyn më me detaje në jetën e përditshme, por te Galatasit, por na thret vëmendjen te diçka. Gjithë secili ka pranuar Kristin. Edhe duke marrë Kristin në vetvete, ne bëhemi shpirtëror. Ne mendojmë gjëra shpirtëror. Edhe kjo na bën ne
që t'jemi ndryshe nga bota. Tek Romakët kapitulli 8, vargu 13, na thot sepse po të rroni sipas mishit, ju do të vdisni. Por nëse me anë të frymës i bani të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni. Çfarë do të thot? Çdo gjë e jona mishore duhet kryqëzohet. Çdo vepër e jonë duhet flaket dhe të hidhet tu, sepse ne kemi çfarë? Kemi Krishtin. Në mënyrë që ti të bëhesh edhe të bëhesh besimtar, çfarë do të thotë të jesh i krishterë? Edhe kjo është një nga pyetjet kryesore që ne kemi. Çfarë do të thotë të jesh ndjekës i Krishtit? Të jesh ndjekës nuk do të thotë vetëm që ti bësh vepra të duken. Për shembull, në punë kur shkojmë kemi disa detyra që na kërkohen, apo jo? Cilat janë ato detyra? Edhe nëse ne nuk i përmbushim, atëherë njerëzit do të ankohen. E prorët do na gjithashtu do na paralajmëron. Apo pra e ke për shembull, edhe ti ke disa kërkesa, jo vetëm ose disa pika që ti duhet i plotësosh për punën tënde, por gjithashtu ke edhe përgjegjësinë që të kërkosh llogari atyre që vinë tek qendra apo. Pra, ti ke ato pritshmëritë tuaja. Në fakt, tek puna ke këtë lloj privilegji. Të pëlqen apo nuk të pëlqen puna, njerëzve nuk janë vjerë. Madje edhe prori tënd, ai që të paguar. Po nuk pëlqeu, edhe përsëri e bën punën, ti do ta marrësh pagën, apo jo? Edhe vazhdon aty. Por me Zotin marrëdhënia është më e ngushtë. Është më tepër se sa ka. Ne nuk na kërkohet që vetëm që të pranojmë Krishtin, por na kërkohet gjithashtu që të kemi një marrëdhënie me Zotin. Si marrëdhënia me çift. Edhe nëse ne do të përmbushim detyrat tona si bashkëshort, burri do siguronte për shtëpinë, do sillte gjërat që i nevojiteshin, do rrinte fak aty dhe pastaj do shikonte edhe ai Terezin dhe kohën e vet. Juve kujtohet që kur dolën ajo lista pagesat që u bë dhe publike, pra shumë njerëz dolën që edhe familjar, paktën kështu ishin gojdhanat, nuk e kishin deklaruar rrogën e plot në shtëpi. Pra aty doli i sheshi. Mos më shumë. Pra, te Zoti do i deklarosh gjitha këto gjëra. Tek Galatasit kapitulli 2 vargu 20 dhe 21 na thot, Palit në tret vëmendje përsëri thot, shiko, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua. Pra, jeta jonë mishore duhet jetë e tillë. Nuk është e lehtë, sepse ne kemi ato gjërat mishore akoma. Dhe është një betejë e përditshme që neve përballemi me këto gjëra. Sepse duam apo nuk duam neve, jetojmë në një botë që është plot mëkat. Ne përpiqemi gjithmonë që ta shtrëngrojmë pak të vërtetë. Por Jezusi tha, jo. Jezusi ishte aq i drejt për drejt në ta sa tha, e di si jeni ju, tha, ju jeni si ato varre, tha, nga jashtë janë të bardhë të bukur miqikurit, apo brenda keni vetëm kocka. Ne asnjëri prej nesh nuk na pëlqen gjendja jon e brendshme që të dalin në to. Ne pëlqen gjithmonë gjën e bukur. Një pikë e vogël, dje në plazh na që ishte çik si diell, kam një kështu tok rrobe, le të themi çarça. Që e mbajtë makina për me shtroj kështu kur dhe marr me një mand ose diçka që e ve makinë mos bëhet pis. Edhe nuk po e ndar mu duke e pastër. Kur e vurëm ne ndosa unë atë kishte ca njolla, po ishin njolla të verdha. Sana, ata fliqen me këtë. Pra, janë ato gjërat e vogla që neve i shikojmë edhe na vete syri gjithmonë, por nuk na pëlqen që ti tregojmë. Edhe thash ta kthejmë në krau tjetër. Nuk duket shumë nga kanë. Zoti kërkon që ne ta paraqesim veten tonë ashtu siç jemi. Dhe në mënyrë të tillë ne mund t'i pëlqejmë Zotit. Ne nuk mund të jemi dishepulli i Krishtit, nxënësi i tij, duke mësuar mësimet shpirtërore, duke marrë përjetësinë, në qoftë se ne mbi të gjitha
mbi familjen to, mbi nënën, mbi baban, mbi motrën, mbi vllain, mbi gruan, mbi fëmijët, tjetë Zoti. Sepse në qoftë se Zoti do të jetë mbi familjen to, e di çfarë do të thotë? Zoti është Zoti i familjes tonë. Edhe kur ai është Zot, atëherë do të thotë bekimet do të vijnë. Neve kemi i marrim gjërat nga e kundërta. Ne duam bekimet, por nuk duam detyrimet. Detyrat tona që na kërkohet. Ne gjithmonë përpiqemi që të kemi gjërat që na bëjnë neve të ndihemi mirë. Por në fakt ne duhet të jemi më tepër se sa ka. Perëndia na thret të jemi të vërtetë. E vërteta me të vërtetë vëm një çik, por është për një kohë të shkurtër. Kurse gënjeshtra ti do duhesh gjithmonë ta mbash atë, ta mbulosh. Se themi neve, ne që nuk merremi me gjëra të këqija, themi flem me derë hapur. Unë kështu jam rritur, nga prindrit e mi edhe unë sot. Merremi me gjëra të pista me budalliqe, flem me derë hapur. Nuk na vjen njeri neve të na trokasit, na dënojë ose të flem me frikë. Po se do vi ky ose po se do vi ai. Që të vidhet na kërkoj gjërat, ose të vinë të tentoj që na bëjnë diçka të keq. Pse i themi këto gjëra? Sepse neve e dim veten tonë që jemi të vërtetë, jemi të sinqertë me atë punë që bëjmë, edhe njerëzit nuk të bjen çfarë. Ndaj dhe Zoti këtë kërkon, që ne të jemi të vërtetë. Edhe na thret pra, në qoftë se ju, te Kolosianët kapitulli 3 vargjet 1 dhe 5. Në qoftë se ju thot jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë së Perëndisë. Keni në mend gjërat që janë lart, jo ato që janë mbi tokë, sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj është e fshehur bashkë me Krishtin në Perëndi. Kur të shfaqet Krishti, jeta jon atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me ta. Pra ne na pëlqen kjo gjë që të jemi në prezencën e Perëndisë, të jemi me Zotin. Por na kërkohet që dhe të bëjmë detyrat tona. Për shembull, kur je në shkollë, je fëmijë, je nxënës, ne kujtojmë sikur shkolla është diçka për të vrarë kohën. E kot, pa ndonjë dobi. Por në fakt shkolla është puna jonë, që në klasë të parë, e derisa mbaron, ajo është puna jonë. Edhe paga që të jepet, leku që të jepet është njohuria që ti merr. Dhe duke arritur këtë lloj njohurie, ti pastaj, siç e dim, neve mund të zgjedhim dhe punë. Por nëse ne nuk mësohemi me këtë lloj disipline, ku do të jemi? Bani pratë që të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë. Gjërat e këqija, kurvërinë, ndyrsinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin, pra lakmin për të vjedhur, për të marrë diçka që nuk është e jotja, që nuk përket ty. Gjërat që janë të padëshirueshme, këto thot Zoti, merr kryqin tënd dhe kryqëzoj. Hiqi, kryqëzoj, le të vdesin. Nuk janë më pjesë e jetës tanë. Pse themi neve që dëgjojmë shumë shpesh njerëzit që nuk ndryshone, se për shembull një pijanet që ka pirë për një kohë gjatë, nuk e le ai pije. Pse e themi ne? Pra ne e dim që nëse ai nuk e thot me të vërtetë, ne e kuptojmë. Por ne gjithashtu dim njerëz dhe njohim njerëz, besoj që dhe ju njihni, që kanë rënë në pikën e fundit dhe janë ngritur përsëri lart, vetëm për shkak të disiplinës dhe këmbguljes që kanë. Pra nëse neve kemi këtë lloj këmbgulje dhe e marrim fjalën e Perëndisë dhe vendosim në jetën tonë. Pali na thotë Galatasit kapitulli 6 vargjet 5 dhe 8. Ai pra thotë që merr mësim në fjalën, mëson fjalën e Zotit. Le ta bëj pjesëtare të gjithë të mirave të ti atë që e mëson. Bëje pjesëtar të jetës tënde. Le ta bëjmë atë përditshmëri të jetës tonë. Kjo është e vështirë. Është shumë e vështirë. Si je duke ecë rrugës të zë rrugën, je duke ecë në makinë të zë rrugën, godasit. E shumë gjëra të tjera. Edhe ti je i detyruar nga zemrimi edhe mund të shfryesh, mund të flasësh në një fjalë pa thënë. Mos u gënjeni thotë, Perëndia nuk vihet dot në lojë. Perëndia e di ti, sepse ç'të mbjell njeriu, atë edhe do të korrë. Sepse ai që mbjell për mish të tij do të korrë nga mishi i tij. Prishje. Por ai që mbjell për frymë do të korrë nga fryma jetë përjetshme. Përjetësinë e kemi vetëm në Zot. Ne gjithsecili prej nesh ka ardhur në tokë dhe vetëm Zoti i din ditët tonë. Po për aq kohë sa ne jemi
në jetën tonë fizike, neve kujtojmë sikur shumë njerëz në fakt kujtojnë që të jesh i krishterë është si burg. Edhe mua më janë shprehur që unë e di shumë mirë çfarë është krishteria. E besoj, por nuk më pëlqen që ta jetoj, sepse nuk desha të heq dorë nga ato që unë jam duke bërë. Pra e ka bërë zgjedhjen e vet, e dim shumë mirë që kjo është e vërtetë. Por jo, kjo më pëlqen. Ka shumë gjëra të bukura. Jeta e krishterë është e bukur, është plot bekim. Ti mund ta shijosh, ti mund të kënaqesh. Por neve shikojmë gjërat e toksore, pra gjërat që shfaqen, sidomos tani kohët e fundit që videot edhe rrjetet sociale bëjnë punën e vet, të gjithë përpara kamerave, foto, video, dalin të gjithë të bukur, pa rrudha, pa ndonjë shenjë në fytyrë, flokët i ndryshojnë si ti doj qefi dhe ti thua nuk është nevojë që të lyhen flokët, se kanë dalë dhe aplikacione që ndryshojnë ngjyrën e flokut. Siç e dini edhe veshje. Pra, në rrjetet sociale të dalin të gjithë sikur janë duke e shijuar jetë, por në të vërtetë nuk janë. Dhe neve e dimë këtë gjë. Jeta shijohet me familjen, me Zotin. Edhe Zoti thotë nëse ti më vendos mua të pari, familja jote do të jetë bekim, motra dhe vllai yt do të jetë bekim, fëmijët do të jenë bekim. Por nëse ti vendos Zotin, të paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush.